Që nga rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, patën kohë partitë politike që të diskutojnë për çështjen e presidentit. Kreu i vetëvendosis Albin Kurti, që kishte fituar mbi 51% të votave, fillimisht kërkonte që të formohet qeveria, e më pas të diskutohet për presidentin. Pas formimit të qeverisë, pati rreth 2 javë afat për diskutime për presidentin, por pa ndonjë rezultat. Më pas kishin edhe 34 ditë afat shtesë të dalin nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, por takimet me opozitën nuk prodhuan ndonjë rezultat. Edhe pasi vendi shkoi në zgjedhje, duket që nuk ka ndonjë ndryshim. Edhe vetë Kurti tashmë është i bindur se nevojitet një president konsensual. Duhet president konsensual. Në këto zgjedhje gari si ka hyrë edhe ish-presidenti Vjosa Osmani. Madje synim ka edhe një mandat presidencial, ndërsa tash është rivali me Albin Kurtin, pasi është rikthyer në listën zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës.